Pas një muaji agjërimi e sakrificash, besimtarët musliman kremtuan festën e Fitër Bajramit, një festë që simbolizon mirënjohjen për mundin dhe sakrificat e bëra gjatë kësaj periudhe. Besimtarët u mblodhen të gjitha xhamitë e Kukësit për faljen e madhe. Besimtarët përcollën urimet e tyre në këtë ditë të shënuar të Fitër Bajramit. Është një festë e madhe për fenë islame. Prandaj gëzuar të gjithë shqiptarët kudo që janë. Gëzuar muslimanëve të gjithë, marë Shqipërinë në botë, gëzuar e një vit i marë mirë në familjet e vetra. Ndërsa myftyi i Kukësit, Emrion Vataj, përcolli mesazhe paqe e solidariteti. Kjo ditë është një ditë gëzimi, pasi muslimani zguxon të festojë vetëm, por mundohet që të mundsojë edhe të tjerëve gëzimet dhe ta gëzojë këtë ditë. E unë si myfti i Kukësit uroj nga zemra në emrin tim dhe myftinisë Kukës të gjithë besimtarët të rrethit tonë, por dhe me gjërë të gjithë Shqipërisë dhe kudo që janë muslimanët anë mban botës, gëzuar Fitër Bajramin, qoftë kjo një festë begatie, mirësie, harmonie dhe paqi gjithmonë mirësie, begati në familjet tuaja e kudo. Edhe Kukës Televizion uron të gjithë besimtarët musliman. Le të jetë Fitër Bajrami një ditë të paqe, dashurie, mirëkuptimi dhe bekimesh të pafundme për të gjithë në Kukës, në mbar Shqipërinë dhe kudo ku shqiptarët festojnë me zemër këtë ditë të shenjtë, gëzuar Fitër Bajramin, thuhet në mesazhin e Kukës Televizion.